Shpëtoi 2 fëmijë nga mbytyja, ndron jetë pas 3 muajsh në koma punonjësi I OSSH Arjan Kraja. Shkodra është tronditur nga lajmi hidhur për ndarje nga jeta të Arjan Krajës, punonjës I OSSH I cili ndroi jetë pas një betejë të gjatë 3 mujore në koma. Krajës ju desht përballej me pasoja të rënda shëndetësore pasi ndërhyri për të shpëtuar 2 fëmijë nga mbytyja në detin e Velipojës. Ngjarja që preku zemrat e shumë qytetarëve ndodhi gjatë muajve të verës, kur Arjani me guxim të jashtëzakonshëm rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar 2 të miturit nga dallgët. Ndërsa fëmijët arritën të shpëtonin fal ndërhyrjes së tij, vetë ai u transportua me urgjencë në spital në gjendje të rëndë dhe qëndroi në koma për 3 muaj pa mundur të rikuperohej. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta është pritur me dhimbje të madhe nga familjarët, kolegët dhe të gjithë ata që e njohën.